Sipas një sondazhi të fundit të Institutit Ndërkombëtar Republikan, mbi gjysma e qytetarëve të Kosovës, 56% besojnë se vendi po ecë në drejtim të gabuar, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Anketa është zhvilluar në mes 13 majit dhe 25 qershorit 2025, ku të anketuar janë mbi 1100 persona të rritur, nxjerrnia pas se çmimet e larta dhe papunësia janë shqetësimet kryesore. Konkretisht, 45% e të anketuarve e shohin koston e jetesës si sfidën më të madhe, 19% papunësinë, ndërsa 6% korrupsionin, i cili megjithatë mbetet një prej problemeve strukturore më serioze. Pas tyre renditet situata politike me 5%, emigrimi, ekonomia e përgjithshme dhe kujdesi shëndetësor nga 3%, ndërsa pasiguria, kriminaliteti, mungesa e mundësive për bizneset e vogla dhe qasja në kredi e marrin nga 2%. Problemet e tjera si konfliktet e jashtme, droga, varfëria dhe arsimi përmenden me nga 1%.